Miqtë e emisionit Fol, ju përshëndes nga Kuksi. Ndodhem në një fshat shumë të bukur, një fshat alpin, 800 metra mbi nivelin e detit. Quhet Mamës. Në fakt, rruga për të ardhur deri në Mamës është vetëm 5 kilometra nga rruga e kombit. Por vetëm emri mund të ketë rrugë, sepse rrugë s'ka gjikundi. Është dram, skëter. Është një përzierje, dheu, zhavori, çakulle, gropa. Të vish me makinë vogël, takon së do kartin. Banorët tu ankohen vazhdimisht 30 vite që luten për një rrugë. E nuk është një rrugë për një fshat, por është një rrugë për një aks që prek mbi 10 fshatra. Nga Myçmamzi deri në Arrën. Pra është Surroj, është Çinamaku, ka shumë fshatra. E pyetja madhe është si u lanë gjithë të fshatra pa rrugë. Po premtimet, janë bërë shumë premtime në çdo mandat. Vinë, premtojnë, thonë banorët, situata e njëjtë, nuk hedhin një karrocë zhavor. Shikoni vetë, shikoni makinat sa vuajnë në këtë rrugë çdo ditë. Tani, unë kam marrë disa prej banorëve, kuptohet jemi në fshat, si që them gjithmonë, njerëzit kanë punë, kanë halle, ata që mundën të gjejmë në fshat, i kemi këtu, në një ambient improvizuar për emisionin ton. Gjithmonë, ju kujtoj se si është rruga, se me sa vështirësi makinat lëvizin në këtë rrugë, është hall më vete. Sot është mirë, po kur bie shi si bëhet rruga. E pa kalueshme gati. Banor, faleminderit. Faleminderit që jeni me mua sot. Tani, komplimente për fshatin, fshati bukur bab. Siç e kam thënë dhe një herë tjetër ku kam qenë këtu në Çinamak, tu duhet kishte bujtina. Jo akoma në 2025-ën diskutoni rrugën. Apo jo? Ata kena problemin më të madh. Atë, si të quajnë? Dan Selmani. Mbaj pak afër, lutem. Dan Selmani. Sa vjeç je po? Afër 80-it. Mashallah, edhe 100. Kanë kaluar. Edhe 100. Jetë e shëndet. Tani si është puna e kësaj rrugës, se gjithmonë e pyes të rrugën, po njëri më thot ndryshe, njëri ndryshe. Rruga siç e pat edhe ju, edhe shifet vet, rruga s'ka ku shkon ma keq e ma. Rrugë ka emrin, se rrugë s'është, shteg. Po këtë rrugën ato jeta. Ma shumë problema se makinat u coptutën. Ne s'ka kush me në ardhë, edhe me pa qef me ardhën, të ne kemi njës poshtë, tani... Po? Rruga thot problem, E nuk vinë fare, e? Jo, s'vinë, jo. Kam unë njës të mi nga Shkodra e Tirane, ka që 3 vjetë, s'ven kush me në. Vinë dhe në Kuks, rruga sundali, makinat njëra. Dhe më thënë një shkoni i takonin Kuks? Se kështu i bi? Ati kene takimi, ku, mamës, ja, të shpia, ja, bas. Edhe kjo është shumë problem. Jo sot, po, kjo bon që 30 sa vjetë si boni kjo demokracia, se le për para për e lamë, se ishte si ishte i tjetër. Pra këshu nuk ka pasur asnjëherë dritë shprese për këtë rrugë? Jo, premtime plot. Kush ka premtuar bab? Sa mban mend ti? Premtues? Vallai këto premtu kanë kret, po këto kohë të fundit si kanë ardhur, më fakt kam qenë, po më thanë të shokët si kanë qenë. Ka qenë i të kekë ministre Balluku, Ai ka qenë Balluku këtu? Po, ka qenë këto, ka premtuar edhe ka ikë. Ka morë votat të në ikë, shkën punë të vetë. Tani është në hall tjetër, po... Po, në hall, po nëse kena bo, vetë e ka bo veti. Po? E ka bo veti vetë, nëse kena bo që ka mënu me hangë shumë. E qa ju thanë këta tani? Të tharë rrugën e keni të bëme, mas votimit, vërtën puna. Qa viti ju a kanë bërë të premti? Po, rreth 3 vjetë ku këto. 3 vjetë? 2023. 2023, po 2023. E mblodhi fshatin këtu edhe? Jo sa imi ne, po i gjithë fshati. Takim me ato kandidatë të qaker ato. Unë sot erdha për takuar burrat e zonës e Gran, nuk më nxorën takim ande nga Mamza. Dhe takova vetëm burrat, po më shanë gjitha hallet. Por ne kemi ardhur kryesisht këtu për t'ju thënë që Albert Halilaj, që është kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Kuksit, kam mbështetjen e plot të qeverisë shqiptare. Kam mbështetjen për të bërë projekte të reja që kërkohen nga komuniteti dhe kam mbështetjen për ta bërë këtë qytet
të banueshëm, për ta bërë këtë qark të jetueshëm. Shpresa nuk kena. E kuptoj. Kur ra shiu para sa ditë si u bë rruga, se më thanë që u bë keq fare. Skandal, traktori ka arë ka rafshu pak, keni gjetë mirë ju sot. Kemi gjetë mirë, E ha? keni gjetë mirë ju sot. Se e paguat të lek që Mirë. erdhi bashkia apo e bët vetë? Jo, vetë. Kena investuar na. Vetë me lekët tuaja. Me lek. Ajo firma na dha traktorin, faleminderit, e falenderojmë, po. Pra është një firmë që ju ka ndihmuar. Po. Se duhet i themi të gjitha. Po, ja, na ka dhënë traktorin. Është i privat. Privat. Falenderojmë se Po. çdo njeri që bën një akt mirë duhet falenderuar. Na s'u bësh, na zbot me krah ajo, me krah su pak, ja kanë shulë rrugë, ka rafshu. Se ka qenë edhe më azise sot. Edhe më keq. Po i kam paca pamje të televizioneve lokale dhe Ajo. po si ja bëni ju kur është kohë e keqe dhe keni edhe hall shëndetësor? S'ka çfarë më bëj. Ku të rrim. A vjen ambulanca? A hyn ambulanca këtu e keni pa ndonjëherë? Vjen. Vjen, ha? Vjen, po, vjen. Ka hyr. Po, ka hyrë. Kjo është gjë e mirë. Që të janë kurset tona? Gjë e mirë. Pas keni ca kalamaj këtu. Po, Ti bëj një plan në fëmijëve, nëse është e mundur. Para 2 vitësh në 120 zanë s'ka. Pak janë të qau pak tash, po pritujës, po. Kanë rënë, ka rënë numri. Se si puna jonë, si kena pa, ka 7. E ju shqyqyr i madh që keni në shkollë herë se faleminderit bab. Faleminderit. Kush e do të është? Faleminderit. Si quaj? Jepja këtë. Agim, sa vjeç je? Te 2 veta. Jetë e shëndet, mashallah. Po me çfarë merresh? Unë punoj në elektroshtëpiake në Kukës, montim Kukës. kondicionersh. Do të thonë këtu punë në fshat nuk është se po ndërton dot. Je shku? E kam me shumë dëshirë, por është e pamundur për çështje të rrugës. Pra dhe ty rrugat penalizon. Rruga më penalizon, kemi filluar duke ndjek në shumë drejtime, por pak drejtjeshile po shohim. Premtime të mëdha, por pa Po, bëhemi konkret ku ke trokit. Me gjëra konkrete. Së fundmi kemi qenë tek mbledhja e Këshillit Bashkiak në Po. Kukës, Po. ku jemi Sa kohë lutur përpara? ka një javë afërsisht. Që ka freskët. Po, ju kemi bërë kryesisht një lutje këshilltarëve që më na ndihmu që të paktën në buxhetin që presim që të vi Po, i 2026. i 2026-s të marrim një ndihmë. E kuptoj. Ne të gjitha punët këtu i bëjmë vetë. Kemi marrë traktorin dhe se ka qenë totalisht e pakalueshme, me kontributet tona nga pak. Kemi blerë naftën, kështu gjëra, është një ndihmë nga firma dhe prap do vazhdojmë për me çakull, bilet ju kemi thonë që nuk kemi nevojë nga ana juaj, sepse për me çakull e mirëmbajmë vetë. Për e do një asfalt, se çka kuptimi? Ne jemi të pretendu për asfalt sepse makinat i shkatrum. E kemi të vështirë të shkojmë edhe në punë, edhe të kthehemi në shtëpi. Tani, neve nuk na kanë lënë asnjë mirëmbajtës që ta paguajë shteti ose bashkia për duhet të mirëmbajtur të këtë rrugë. Dikur më thanë që deri në Cinema ka qenë një, a deri në Po Surrë. është një, kryesisht ato edhe i japin edhe vetë banorët atje diçka aty Për çfarë? Për Për çfarë çfarë? më bëj një njeri? Unë se konceptoj dot. Kjo rruga sa kilometra bëhet? në total deri në Qinamak është diku 10 kilometër. Deri këtu ku jemi ne? Deri këtu te shkolla është 4 kilometër, deri te lagja ku banojmë ne atje Po, 5. që se janë ato shtëpiat aty Po, përballë. Po, Për 5 kilometër rrugë po vujmë. për 5 që janë dy fshatra. Është Myç Mamës dhe Mamës. Myç Mamës dhe Mamës. Pastaj vjen Qinamaka, Surroj Po, edhe këto. Surroj. Edhe ato janë në vështërsi siç jemi ne. Atje të 20 kilometrë që jashtë. Kjo shon edhe në Arrën, ë? Po. Kanë nxjerr një fond për tek rruga jon, pastaj se si e glabërun dhe ku e quan. Po, se më kujtove Se duam të ndërtojmë rrugë për Bjeshk që të hecin arushat sepse ato s'kan si me hec arushat në për Bjeshk. Për cilën rrugë ke fjalë atje në Bjeshk? Po bëjnë sa rrugë për Bjeshk, për turizëm. Po pra këtë mbrapa. Ne akoma s'kemi rregullu Gjallicës. rrugë tona dhe vazhdojmë të ndërtu rrugë për Bjeshk. Ajo e Gjallicës mbrapa. Ajo e Gjallicës. Që shkon ke stanet.
Po, që shkon te stanet. Pa atje s'ka njerëz. Po s'ka roba atje, vetëm Arusha ka atje. Vesh Arusha, s'ka ndër rob. Do me thënë sa banor bëni ju për të bërë edhe një lloj lidhje? Sa banor bëhet gjithë ky aksi? Gjithë kjo aksi Deri Surrë? ka rreth 150 shtëpi kjo myq mamës. Po. Pastaj të kalosh edhe te Surrë, nuk jam shumë i sakt. 150 edhe ne mund t'jenë. 150 edhe ne. Një 30 janë në orën, si të lidhë. Pra janë mbi 300 familje, mbi 300 Mbi shtëpi. 300 familje që këtu kanë shfrytzu minerale pa fund, Po, do kanë kalojmë shkatru vendin do kalojmë te dhe minerale, kanë po. marrë të mirat materiale dhe nuk kanë ditë të lënë asnjë gjë për të paktën këto banorë. Unë të kuptoj shumë mirë, do kalojmë tek mineralet, por qëndrojmë të njëherë tek kjo rruga, sepse unë mbaj mend, në emision e parë kam hulumtuar, kam kërkuar për fshatin tuaj dhe premtimet elektorale dhe më rezulton që këtu ka ardhur ish kryetari i bashkisë dhe ka premtuar dhe ka thënë shprehimisht, ka një projekt, janë lekët gati, do filloj puna. Ata ndjekim njerë, e ndjekim edhe rikthehemi. Rruga është zgjidhja këtu ke ju dhe zhvillimi të ju është rruga. Duhet sjellim rrugën këtu me se s'bën. Dhe kemi ndarë me një. Unë po, nuk e di ju. Dhe shofi me 14. Nëse me 14, ju do në jep një votën shumicë, do filloj procedura prokurimit një muaj mbrapa. Tani ne nuk kemi armë rreth. Nuk kam arsye pse të rrejë një gjë që është shumë madhore. Por fakt që ju shërben 3 njësi administrative, fillon nga miq Mamzi e Surrë, dhe lidh 3 njësit Arni që i bie me shkurt pasaj këtej, po njësia juaj, po me rrugë, po dhe Kolçi, si njësi, që ka 6 fshatra, rresht. Pra kjo rrugë ju shërben jo vetëm banorëve, zonës, por natyrisht atëherës mas rrugës vijnë dhe investimet. Kemi qenë prezent kur na kanë premtu, jo njerë, po disa herë. Pra projekti ka qenë. Ka qenë edhe është projekti, por financimin nuk e di çfarë pengesash gjenë dhe ose e nxjerrin njerë këtej, pastaj e marrin e çojnë për turizëm, për nevojat vetjake që ku dim ne kush do të bëj një investim në bjeshkët e larta. Misioni i fondit të Abu Dhabit për të ardhur dhe për diskutuar 6 projekte, një prej cilave është projekti Shishtaveci, që unë do të ndaj dhe me pandur më pas, se si do në shkojnë rezultatet. Ajo po bëhet për një investitor që do të bëj një turizëm atje lart. Ndërsa banorët të ngrohemi ndjell, siç ka thënë taj filmi. Me të mërshme. Shqiptar. Po mirë ku ngrohesh ndjell, po kur bie shi që bëhet e pakalueshme? Pra. Ç'a do bëni? Ç'a do bëm? Emisionit, përveç lajmeve, përveç protestave, ç'a keni ndërmend të bëni si banor? Ne besoj do presim edhe shumë pak kohë deri në mbledhjen e që do bëj bashkia, Këshilli Bashkiak, siç e kemi, se jemi gogja të bashkuar për këtë. Po, ju kam parë bashkë atje në atë protestat. Dhe do presim çfarë do vendoset tek mbledhja e Këshillit dhe miratimi i buxhetit të 2026-s, dhe nëse nuk merr rrugë drejtimi për të asfaltu këtë rrugë, domethënë për këto banorë që kanë vujt mbi 30 vite, demokraci pe themi se kanë vujt edhe shumë më përpara. Ne do marrim iniciativa edhe ndoshta të jashtëligjshme që do ndalojmë kalamajt mos i çojmë shkolla në formë proteste. Do shkojmë, do bllokojmë rrugë, do shkojmë, do bllokojmë bashkinë për këtë të jenë në dieni. Kaq, ne nuk kemi asgjë tjetër në dorë. E kuptoj. Tani dikush që po na ndjek thot vetja dha atë votën. Çfarë përgjigje do jepje? Jo, se kena dhënë. E kena dhënë vetë, atim ke Jo, se kena dhënë. Nëse pa lëm të pjesë, e di që e keni vështirë, por a keni njerëz në Këshillin Bashkiak brenda që ju duan, ju mbështesin? Besoj shumë që do gjejmë mbështetje te ky Këshilli Bashkiak. Te ky këshilli tanishëm. Te ky këshilli
Te këto mbledhje që do bëhen. Pra ka njerëz dashamirë që duan këtë zonën tuaj. Besojmë shumë që do marrim një përgjigje të mirë. Tani unë isha në anën tjetër, diku këtej nga Bregu i Lumit dhe këtej. Ande ishin rrugët. Po, Ishin më mirë se ju situata ande. po të futesh edhe brenda qytetit janë katastrofë rrugët. Po kam parë një kolegun tuaj këtu një bashk Po e falenderojmë edhe atë për edhe ti e ke mikun tënd, duket a? po. Qundoje, Po, si e quajnë? Arben Trota. Arbenin dhe falenderojmë, do jemi edhe në Kukës me shpresën Zot që nëse flasin banorët, se dhe aty ishte situata katastrofë. Dhe Arbeni ka bërë edhe goxha denoncime publike. Në gjithë njësitë administrative, po të shkosh, se mu mlidhe edhe puna që të Po. shkojnë në disa zona, ka kosha mbeturinash që grumullojnë mbeturinat. Po. Ndërsa në njësinë tonë nuk ka as kosha mbeturinash. Tu s'keni kosh ju? Ja ku janë përballë shkollës mbeturinat. Ha, ky është kosh i madh natyror. Po, përballë shkollës. Po pse nuk sjellin kosh tu? Këtë nuk e dim, na kanë lënë totalisht mazdore. As kosh nuk ka. As kosh nuk ka. E të mërshme. Faleminderit, Faleminderit dhe nga ana juaj. faleminderit. Ishte kënaqësi që të vija në Mamë, sepse e kisha një borxh në këtë fshat që nuk erdha dot atëherë. Po. Kështu që e lava. përmbusha atë. E përmbusha. Faleminderit. Po, tani si quajt? Artan dhe Minush. Po Artan. Ne kena vetë 50 shpije, e në shkatru ketë. Dhe s'kena asë 10 shpije as kur gja. Kë quhen zot shtëpia? Kryetarin, kryeplakun, kë quhen? Po, A s'keni kryeplak? as kete në si, as kete plak, s'kena 50 shpije, kena në të madhe, se më pakon, këtë senet për udhën, ne, Po i thon 30 vite apo 30 vite pa kryetar shtëpie keni qenë. kena po këta, si s'ka po kur gja, në kitër, këtë që shton pa Kë këtu s'ka bërë. Po, gjithë më vetë, 50 shpije kena vetë. Nisa i do flasi vetë kur. Gjithmonë hetë 50 shpije kena vetë. Faleminderit. Ja, flas bashkimi tani. Flas bashkimi. Bashkim. Të shoh me shumë letra në duar. Ti e kolegu im. Edhe faleminderit që të kam në emision. Çfarë janë këto letra? Unë në fakt unë kam 30 vjet që punoj si gazetar në rajon, kam punuar edhe në mediat qendrore, po sot nuk është më rëndësi. Është hera parë që unë tash jam përballë gazetarëve dhe Kolegëve mu, që gazetarë. kolegëve, po, Jemi kolegë. pe jam i detyruar të ndërmarr të nisëm, të ndihmoj këta, se nga që kam parë shumë padrejtësi. Unë do ta filloj me një indicje që me ka revoltu të mase. Punoj me si gazetarë, më ka dhënë mundësi që të kem akses edhe të marrë, jo të kem akses, por të kem mundësi të marrë një Informacion më të një bollshëm. informacion të bollshëm nga Drejtoria e Përgjithshme e Doganave të Shqipërisë. Nga informacionet që unë kam dhe i disponoj këtu me letra, nga që më thej për letra, vetëm nga ky fshat janë eksportuar në ferronikelin e Drenasit në Kosovë dhe në Gavadarc të Maqedonisë 1.7 milion tonelata nikel silikat. 1.7 milion tonelata, ja ku i ke... Që janë të kohëve të fundit, besoj, sepse Jo, ja që nga viti 2012 që t'jemi... Po pra, të kohëve të fundit, pra, të demokracisë. Nga viti 2012 që kemi me letra. 13 vite. Është vlera e eksportit është 70 milion euro. Pra me pak fjalë, ju jetoni mbi Flori e jeni në këtë gjendje. Jemi të varfër. Edhe kjo më ka... Më pastër se kaq. Pavarësisht të premtimeve, premtimi ka premtu ish kryetari i bashkisë që sot nuk gjendet. Ju gjendet ai po s'është më kryetar bashkie. Po s'është më kryetar, por premtimi më konkret ka qenë 20 shtatorit vitit 2023, pikërisht 10-20 metra më larg. Po zëvendës kryeministri e vendit Belinda Balluku erdhi premtoi ndërtimin e rrugës. Unë për vete isha dita aty dhe falendrova si zyrtarja më lartë që ka ardhur. Edhe ajo tha që unë do të ndërtoj me ndihmën e FZHS-s. Në të moment kryetari i bashkisë i ka thënë që
ti me që u tregova kaq bujare me ndihmën e FSHS-s, lotin e parë që nga autostrada atje Po? deri këtu te shkolla, deri te shkolla do ta bëjë bashkia. Pra premtuan të dy paralel. Po, paralel, po. Kush ta bënte më shpejt? Jo, unë një lot do ta Po, bëjon. po, domethënë Edhe pikërisht për këtë lot u hap edhe tenderi. Ja ashtu. domethënë hap deri tend- këtu ku jemi ne, Ne, u hap tenderi. është bërë tenderi. Po, jo, u raportu tenderi. Ja e kam Po çfarë pati pastaj u anullua? Ja ta sqarojmë. Po, Ja. Ja ku keni. Objekti përcaktues programit të rekonstruksioni rrugës Miqmam Surroj. po, Autoriteti kontraktues Bashkia Kukës, fondi limit 108 milion lek, po. data publikimi 6 gusht 2024, ora 17:03 minuta. Viti 2024, koha zhvillimi 10 orë. Ore këtë kuptoj unë se e Po, shoh. po. Paret ku ikan? Nëse për rrugën Se e rrugën nëse për rrugën e Topojanit paret u gjetën, për rrugën tonë nuk e di se ku shkon paret, ne jemi në gjurmim. Sot ishte një kënaqësi për mua që marrëm pjesë në inaugurimin e punimeve për këtë segment rrugë, Topojan Berkin, një vlerë 1.2 milion euro, e financuar nga bashkia. Është projekti i parë, puna ime e parë në Kukës, punë të tjera në presin në Kukës, financime të tjera do ketë qeveria, bashkia. Unë me agimin kemi bën një kërkesë për interpelancë po në në këshill. Këshillin e Bashkisë, kryetari nuk na erdhi që na shpjegon të ku janë parat. Ne nuk na erdhi, por ne ata ne kemi informacione se ato para janë devijuar, disa për një bashkëfinancim të një shkolle në Kukës dhe disa një pjesë për qendrën e fshatit Shëmëri. Ore mirë bëjnë që bëjnë dhe qendrën, po rrugën tuaj ku da çojnë? Në një studim që unë jam investu shumë të drejtim, në një studim të Together for Life, Po? me financim të BE-s, Po? Bashkia Kukësit, në planet e saj bugjetore akuzohet për munges prioritetesh. Nuk e çon investimet ata të ku janë prioritetet. Ndërkohë që kjo rrugë është shpall prioritet. Pra shpall prioritet. Po. Këshilli ka kryer këtë veprimet e veta që në kohën që e ka futur si prioritet kryesor. Përveç kësaj, ne të gjithë kërkesat që ka ardhur këtu, të gjitha veprimet që i përket ligjore, duhet të drejtohet kryetarit të bashkisë për ta thirrë në takim këtu, edhe drejtorit përkatëse për raportu për projektin apo për fondet që pretendohet që janë deviju, ne kemi bërë si këshill. Edhe ka shpall prioritet për të filluar në vitin 2025. Për të filluar. Po ç'a iku 2025? Nuk është. Po iku dhe 2024 që është ai tenderi aty. Ligjo. 2025 a iku? Pikërisht për këtë punë, ne i kam drejtuar edhe një letër ministrës, Balluku për premtimin që ka bën. Një çërsi ka. Përgjigje ke? Po, kam përgjigje. Shif ç'a thot. Ai na ka premtuar përmes FSHS-s. Shif ç'a më thot mua. Po, Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Po. Segmenti rrugor i përcituar nuk është pjesë e inventarit të Autoritetit Rrugor Shqiptar. Autoriteti Rrugor Shqiptar ARSH është administruesi kryesor i aseteve të rrjetit rrugor kombëtar. Sa më sipër, sugjerojmë t'i drejtoni Bashkisë Kukës në cilësinë e administruesit të këtij segmenti rrugor. Pra, Çiko, ajo përgjigja është korrekte nga një ministre që ka vetëm ARSH-n në kështu. Tani në çfarë cilësi e ka ardhur këtu? Se s'ka ardhur në cilësinë e ministre, ka ardhur cilësinë e zëvendës kryeministrës. E deleguar politike? Po, që drejton të fushatën. A ka qenë deleguar politike? Pra ju keni marrë një premtim elektoral nga zonja Balluku? Po. Si një titullar i lartë i Partisë Socialiste. Po, këtë edhe kryeministri. Edhe kam një përgjigje nga kryeministri, i kam shkruar edhe kryeministrit. Po ç'a tha kryeministri? Kryeministri ka gjithë në varësi. Po, ai nuk shmanget dot. Thot Bashkia Kukës disponon projektin e plotë të zbatimit
për projektin rikonstruksion i rrugës Miqmamës-Suroj. Gjithashtu ju informojmë se në listën e prioriteteve 2025-2027 Bashkisë Kuks, financimi i projektit rikonstruksion i rrugës Miqmamës-Suroj është radhitur si prioritar për të financuar. Koordinatori Altin Bashli, i Agjencisë për Dialog dhe Bashkëqeverisje. Unë ju kam drejtu 2 herë FSHS. Në letrën e parë më shkruan. Për sa i përket rrugës Miqmamës-Suroj, deri në momentin e tanishëm, pranë FSHS nga Bashkia Kukës, nuk rezulton ndonjë kërkesë zyrtare ose aplikim në thirrjet e hapura. Rrjedhimisht, premtimi i ngritur për jush nuk është i përmes një procedure zyrtare. Domethënë nuk s'ka procedurë zyrtare. Për tash, Bashkia Kukës me 6 mars, mbas një proteste që ne bëm, një është drejtuar Fondit Zhvillimit Shqiptar. Që nxori dhe atë fondi limit 4 milion euro? Është qik me ila e fondi limit. Mirë, e di atë se e kanë... E frin për mos ta bën. Dhe shif qa përgjigje mjep Fondi i Zhvillimit Shqiptar, përgjigjen e dytë. Përgjigja parë ishte ndryshe, le të na vijë kërkesa se ne e bëjmë. Shit tashti si përdridhet Fondi i Zhvillimit Shqiptar. Unë i kërkoj llogari Fondit të Zhvillimit, i kërkoj. I them që ju keni investuar ndek te rrugë në përstane në bla. Thot, shembët e si përmendur nga ju me kërkesë konsistojnë kryesisht në ndërhyrje të pjesshme dhe në funksion të potencialit turistik të zonës, ndërkohë rruga Miqmamës-Suroj ka tipologji dhe funksion tjetër, pasi pashkohet nga mjetet të rënda që shërbejnë industrisë nxjerrëse të mineraleve, gjë që kërkon një zgjidhje infrastrukturore të dimensionuar sipas ngarkesave të larta të qarkullimit. Ndërkohë që këtu nuk ka lënë asnjë mjet i rënd, sepse minjerat janë në anën tjetër. Janë në anën tjetër. E di, kemi qenë atje, rruga paralele. Kanë ndërtuar rrugë të tyre ata, me kalu mjetet e rënda. E di. E kjo është një gënjeshtër e FSHS që deri 1.6 ton. Pra ju keni dy përgjigje kontradiktore të Fondit Zhvillimit Shqiptar, që ne na vjen dyshime që këta kërkojnë mos ta bëjnë sepse thotë ne duhet të shtojmë investimin sepse kalojmë mjetet e rënda. Absolutisht kjo është gënjeshtër, nuk kalojmë mjetet e rënda këtu. Tani këtë përgjigje a ka kthyer bashkisë apo ja ka kthyer juve? Ma ka kthy mu, se bashkia s'është me sa diun ose me sa Ka çu letër bashkia fare? Ka çu letër dhe është mjaftuar me atë që as s'është marrë më atë punë fare. Fare. Do të çoj projekt bashkia, do të çoj. Projekti është gati që në maj të vitit 2024. Për shkak të zblerjes të madhe të volumit të investimeve, është dërguar një kërkesë për financim. Presim përgjigje nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit. Kjo rrugë është në listën e prioriteteve të bashkisë, por për shkak të mundësisë financiare nuk është bërë e mundur fillimi i investimit. Kujt jeni drejtuar më pas këtyre? Apo jeni lodhur tani edhe? Jo, imi lodhur në atë ditë isha me agimin atje dhe thashun këtu ka shkele edhe shkele ligjore, sepse nëse është e vërtet që ne nuk i kemi i kësaj pune ende, por besoj që është e vërtet që fondet janë deviju me vendim të Këshillit Bashkisë, por kur fondet e një investimi, për shembull si rasti konkret të investimit të zonës tonë, shkojnë me një zonë tjetër, edhe në qoftë me vendim Këshilli, duhet me dëgjes publike, gjë nuk është që s'është bon. Edhe me këtë rast, është implikuar edhe prefektura këtu, sepse ku i ka shku vendimi i Këshillit Bashkisë prefekturës, prefektura duhet ta bllokonte, do thoshte jo zotëri, këtu ju e keni këtë ndryshim fondi pa dëgjes publike. Po, sepse pastaj hyn në anale tjera, sepse me drejt kushdo mund të thotë që shiko, kjo është bërë për qëllime korruptive, po. Se devijim fondesh është unë tash ka interesa në mes. Nga nohatja ime dhe nga informacionet që kam këtu nuk zbaton as pak tashun 7 milionera, nuk i ka bën asnjë qytet turistik 7 milionera. Qa i vlen 1.7 milion ton? 7 milion? Euro. Eksporte. Vetëm mineral. Vetëm mineral. Nikel. Ndërkohë, shifni tash një kuriozitet. Shumë lek. 7 milion ju do ishit bërë me rrugë, me rrugica, me trotuare, do ishit bërë qytet. Mund të jetë një rëndësie të madhe ky fshat, edhe prandaj unë kisha një letër, ja ku kam këtu. Po?
domethënë një studim i fundit i BE-s Po? për lëndë të para kritike, Po? domethënë që flitet për lëndë të para mineral të rralla Po? e tjerë që ta dinë edhe këta banor, ta di edhe opinioni publik, që janë analizuar nga Fondacioni Evropian i trajnimeve, pjesë e BE-s, përfshin edhe nikelin në Kuks, në zonën e Kuksit. Që është ky këtu? Që po gjendet Në që shumis zonë? me zonë mabdhe dhe fillon bloku nga këtu, edhe përgjatë gjithë rrugës nga Suroj Narën me tonelata, edhe domthonë ardhmja e deri në 2030-ën, kjo studim i BE-s është industria e litiumit, e baterive të litiumit, deri në 2030-ën kërkesa për nikel silikate do të gjashtë-fishohet. Ore mirë, kuptoj këtë që kjo zonë është e pasur. Pse ju mbesni pa rrugë? Po pse mbesim pa rrugë? Pse mos është duhet ishte e kundërta. Ja, po mos është në veprim mafioz që këta njerëz të lanë vendin dhe ata të kenë dorë të lirë. A donin që t'ikin ju? Duan që t'ikin ne. Tokën bosh? Tokën bosh, po. Edhe një arsye tjetër sepse edhe pyet na i Ata se themi do, se duhet ta vërtetojnë që i kanë ndjek qëllimisht. Janë ndjek qëllimisht se ne kemi vajt edhe si banor, e kemi shuar në zjarr. Po? Dhe mas jemi këthy këtu e kanë ndezë prap diku tjetër. Pra atje ke ajo zona atje keni shkuar. Duhet me na shpërngut pra. Komplet ajo zona pas kodrës. Po? Është e djegur totalisht. Nga ana tjetër. Është një dorë këtu që ne nuk dim t'i japim. E kuptova. Edhe këtu një gjë. Po. Unë narrativa e qeverisë për turizmi nuk më duket shumë produktive. Këtu nga informacionet që unë kam dhe i kam zyrtare, të gjitha shkollat kanë në rënje të numrin nxënësve. Shkolla Mambzit nga zyra se more që ka marrë, ka numër të njëjtë nxënës që sa ka pas. Nuk ka shumë mirë paktën me ka 120 nxënës. Me ri për të rritje. Edhe 120 nxënës shumë pak shkolla kanë. Ti je i bindur. Është shkolla Shishtavecit me 2-3 nxënës. Dhe ati i orientojnë gjitha investimet, sepse rruga edhe në komunizëm ka qenë përdor një barsalet që rruga shkon atë ku ka shpinë kryetari i Këshillit. Janë ca inxhiniera në Fondi Shqiptar të Zhvillimit, janë me origjina nga ajo zonë, bashkëpunojnë me bashkinë. Është një segment i cili frekuentohet nga shumë turistë huaj dhe besoj që trendi vit pas viti në Kukës ka rritje turizmit, strukturat akomoduese janë pothuajse të përnotuara, është zgjidhja e vetme për qytetarët e Kukësit që të nxisim turizmin malor. Edhe ju thoni që aty është mrekullia dhe të ardhurat e bla bla bla. Si thoni ju që ka turizmi që flitet shumë. Unë po të flas ti me shifra dhe do mbyll këtu, që ta dim narrativën, prandaj se unë jam edhe kundër narrativës turizmi. Nëse turizmi ka peshën e vet. Nëse ka peshën e vet, por sa fitojmë ne? Ko është impakti? Impakti është zero. Drejtori Ranale të atimve në Kukës ka të regjistruar në Valbon 16 subjekte gjithsej, ku 4 për tyre janë biznes i madh dhe 12 biznes i vogël. 16 subjekte, 12 biznes i vogël. Sepse tjerët janë bujtina dhe janë të përjashtuar nga taksat. Rrim tek ju. Në rregull, po pra ju thoni 70 milionë euro kanë dalë nga kjo zonë, ju jeni në këtë gjendje. Pra renda minerale ku ka shkuar? Shtet. 1.5 milionë euro është renda minerale. Po ju duhet të kthesh mbrapa në investime, në rrugë, parqe, ndriçim. Kjo është arsyeja që un kam zbulu këto shifra që un jam sot midis tyre, se un nuk banoj këtu, por irte banon vllai im, un toka këtu i kam. Por kjo është arsyeja që më ka motivuar që un të vijam përballë tyre nga një padrejsi shumë e madhe. Un nuk habitem më thash edhe atje që unë nuk kam qa bëj tjetër, vesë do t'i drejtohem organeve ligjzbatuese, i thash kryetari bashkisë, zyrtari lartë. Kujt i thua? Ja qoj këshillit bashkiak, thash, unë do t'i qoj dokumentat në SPAK. Do shoni? SPAK, po. Do qosh në SPAK? Pra drejt SPAK-ut po shkon kjo? Nëse ata
nëse ata nuk përcaktojnë fondin në projekt buxhetin e bashkisë për vitin 2026. Faleminderit. A ti foli një ditë e lopër, jo? Do ta nis me ty pjesën e dytë. Hamit, do ta nisi me ty pjesën e dytë. Mbaj më, Hamdi, se thash Hamit. Foli. Po. Të nderuar miq, do kemi vetëm një ndërprerje të shkurtër publicitare. Do rikthehemi me banorët e Mamzit dhe të Myçmamzit. Më tutje ka shumë fshatra, të njëjtat hallet, të njëjtat probleme. Këtu rruga s'bëhet, lekët paraqiten Këshill Bashkiak, dikur diku dhe pastaj diku zhduken fondet. Rikthehemi pas publicitetit. Miqtemi, rikthehemi me banorët e Mamzit. Ndodhem në Kukës, zonën shumë e bukur, me prioritet të paktën sipas bashkisë, në drejtim qoftë të turizmit, qoftë të nxjerrjes mineraleve. Është e pasur kjo tokë, është e pasur me hekur nikel, por problemi është që mbi tokë njerëzit janë të varfër, pa rrugë e pa shumë gjëra tjera për cilat ende s'kemi folur, po të paktën kemi mbetur tek rruga, një premtim i kahershëm. Të gjithë vinë, premtojnë dhe askush nuk lëviz një gur, të paktën të shtroj 1 kilometër asfalt. Flitet për 10 kilometra në total deri në Surroj. Deri këtu ku jemi 4 kilometra rrugë që mezi i përshkruam me një autovetur. Hamdiu, apo jo? Po. Ta mësova emrin tani. Po, Hamdi Drejqi, për mamë. Hamdi, qa halli ke? Unë kam halë se unë ka 30 sa vite, për çto si folni ju, kam bërë luftë. Me kë ke bërë luftë? Kam bërë luftë me tulli, me këshije, me komunë, me katër bashkije. Po ti ke qenë vetë kryeplak. Katër vete të rëzova. Do të flasë, dje fondi zhvillimit ne ka pranë firmat të mëdha. Mbaj pak këtu kë firmë. Ja, po këtë do ta mbash afër se ndryshe nuk të dëgjoj unë. Që të mamës ja vjetë fondi zhvillimit e ka pranë dje. Po, si të brushin si kushin. Se kush i ka pranë e di le bashkjes. Do të folin 2023, po kush i ka pranë fillim. po qa, ku shkuan lekët? Unë kam bërë lufta. Ore, ku shkuan lekët, Hamdi? Ato e din, e di, ai fondi zhvillimit, e di ku. Në qa vitesh? Po ko 10 vetë kam bërë luftë, o kam bërë mësa më rëgur. Para 10 vitesh erdhën fondet? Mi kam bërë letat këti, kam të shpreja. Tani... Fondi zhvillimit e ka thonë, hep këtu, Po? se e ki kërta shaket të brushre. Kanoj kam bërë më letë në frat, ati me shu rrugur për lagjet nese, po anis rruga anis për kate e këni ketja. Dë brushës janë sëtë kërta shake. Letë më gjojë këto, dë brushën i kuqe. I sa bon mamë të letë folin qysh ko anisë, po të frejtë një të. Oke, vim në ditët tona. Unë këto e kisten letat si këshili pa konu, letat anë konë tokë privata, ju testarët, e moj me testarët. E ke fjallën për minjera? Po, i kam shkru ke ministri, kam letat të shpaja këto. Këtë 6 ministri më kanë apërgjit, këtë kokës me kanë logare. Me gjykavat e me këta. Të morën tokën! Për rrugë, kanë ma, kanë shkresë, shumë të uqën, letë morën sërëka. Ta morën tokën me vendim? Ti për rrugën, këshili i ka thonë, po këshili i bashkia, ka se din si me i bar rrugën, që duhet votat e këshili bashkisë, me gjithë kërtari bashkisë. Po mi më mirë, kur ishe... Për mos janë kërku, shenë ato, atë një mësë Amdi, gjatë. Po ty e shepe që ta morën... Ti ke pas një vull dikur, ke pas një pushtet. Jo, e në këta po ta thotë. Nuk guce kemi kalu kambjen që donë pas përkat rruga, me uge. E nane ka thonë të anë, sa keshon, si e të rëzohë, spor dhe mong, a kërkush. E njësë, po ki qilën se të këta një filë, e kërkush. 14 pësus ki të shkohë. Kalën pak se kemi një kamerë brava, po? Janë bo prova, s'ki as qilë, as bashki, as kërkunis. Jo më, janë ata se lektimari? Shkret janë, nuk as njësë bënë. Am ke po mund të vore, ti gjeti me vota me kete. S'kam botu as votëm, unë jetë temës votëm. Nuk voton më, e ke ndarë më ndi, në? Që, kom do me janë, mosha e me ka ikë mo, a djemë ka nikë, që më të vëtë pasoninjem. Kuj ke djemë? Që ko kam bile, që, kata ka, që stallën ko, që më të vëtë stalla mo, pa rrugë, kata makina kam për që, me kanë që u djemë për Anglija. Jam për lukë, jam kallë, që më të vëtë bashkia mo, ka angër bukë, kërtaj bashkisë të mo, kanë për vete. Jam një pasi, po e një pasi në të përë. Po mi marë, kur erdi, nuk i the, e per rrugër? A kanë të unë, që kam blidi ma do, që jam një pasi. Që më duhet më, që kam shturu do, që kam nevojë, le shkuar ma më zorë, këtë, o që kam shturu do, që kam nevojë një. Mirë papje. Për rrugë më shkuë, për rrugë kam po, që kam me mua, li pa rrugën. Tani do më thuash, ku qëndron pengesa? Këto kam ka pa, e se që ki qilën hajdu, këtë, tane.
Mamin pasoj, edhe bashkisë, mazia të mazia në ato. Po? Ti që për katonin e din bashkisë ato këshi të kanë marrë vota, pse qonë për ma. E pe ai gërmizi për këto e gjëmë, a di që kemë para bashkisë. I këmërë opë të je, u si tu të mbisë lojt e tu. I s'ke bon për shati, ma ke vjetë banë. O jam i përvlu, si që të këshëm bon, që të s'kishëm këtu me arë. Ti më the që ky fshat është i përvluar edhe nga aspekti tjetër, se u përmbyt. Në kanë kodë, moj përvlu më lishen, këtë tokën lishen, kena këtë. Ju s'keni marrë as një lekë edhe për tokat e përmbytur, a? Që, ne ka hiq, me ne kanë e vedhën. Pra, këte ju mbyti liqeni. Te ju a morën minjerat? E moj men për vatë këm pastan, atë këm pastan në babës atë. Du shtani, atëre, këtaj bashkisë, këtaj një... Dola pa, i kam letë atë tonë. A pronë shtetje, a pronë katonë. Sa prona ke tani? Ke prona, ke tokë më? Kam, sa du, që kam si, për kam që kanë, I ke me letra? I ke me letra? Po, ta pjetë vjeta, këti kam. Shumë faleminderit për gjitha. Të kalojmë tani tek zotria? Përshëndetje, që më përmbërqani. Unë kam 5 fëmijë në shkollën e Mamzit, jam njëkohësisht edhe kryetari i bordit të shkollës Mamës. Kënaqësi. Jam edhe kryetar prish në rrethin e Kukësit, kam fëmijë edhe atje. Më bëhet qefi që shkolla ka shumë nxënës. Shkolla ka shumë nxënës, po për fat keq shumë shpejt do të gredisin gjithë. Po pse? Pse? I parë jam unë, që kam tash 5 fëmijë këtu, një kam në Kukës 6. Kam një fëmijë invalid. Do t'i jap me kamerë, si kam filmuar ditën e shiut. Do t'i filmoj, t'i jap filmimet gjitha. Ka vajtur ujë 60 cm. 60 cm, unë kam edhe karrotë që kam blerë privatisht, nuk I kam shtryrë në dorën shtetit asnjëherë. Biles për kundrazi, fëmijën invalid e kam dhurat nga shteti shqiptar. Son fëmijën e kam quar Tregull në Tiranë dhe e kam marrë në gjendje shumë të keqe. Mundësia ime dhe shokëve dhe miqve, unë vajzën e qova në Itali sot, falenderë Zotit e kam. Është edhe në gjendje të mirë fizike të paktën, se për paralizën nuk bëhet fjallë. Përse për këtë rrugës, janë shumë që kanë ardhur. Shumë mashtrime, shumë vjedhje dhe asgjë konkret. Kam qenë pjesëtar dhe I mbledhjeve që janë bërë edhe në bashki, qoftë edhe këtu. Kam qenë edhe nga ata ku s'ka qenë këtë parë, këti kam patur gjagjajnë tim, kërë plak, dhe kam qenë, I keni gjithë fshatarët tunë, unë kam qenë krah për krah me ta në rrugë. Ka orë policia se s'kam pyet, s'do t'ja di. Policia do të bëj punën e vetë, se për atë paguhet, kurse ne do mbrëm tokat tona, do mbrëm pronat tona. Po si do bëni tani se rruga Ne s'do rreshtim asnjëherë. Jo të vi kryetar bashkisë, po përveç Zotit në qiell, askujt që kemi. Të ndëbindur. Qoftë në mënyrë ligjore, qoftë thjesht ligjme, ne do bëjmë diçka. Kemi shumë mungesa te shkolla. Kemi mungesa kompjutersh, jemi në 2025, gati po e lëmë, dhe s'kemi një kompjuter. Kemi 77 nxënës, kemi edhe 16 parashkollor me fjalë të kopshtit. S'keni një kompjuter s'ka? E kemi një kompjuter është për gjithë shkollën. Për gjithë shkollën një kompjuter? Kush do e përdorë I parë. Do e lëm mësuesit, nxënësit apo një fëmijë që mund të ketë prioritet. Kujde e dërzojmë. Jemi me datën 4, mos gabojmë, sot nëndor, dhe ne s'kemi as si lëndë drusor akoma. Qa në drut që kanë ngelur, të vitit kaluar qa në motorsek. E kuptoj. Privatisht, edhe kjo, jo nga në institucionet shtetërore, po privatisht. Ndërkohë që ne flasim, më mbetim mendja tek ajo puna e kompjuterit, se ne flasim për inteligjencë artificiale, flasim për ministre... Flitet për kokat, dhe jo për ne. Për ministre virtuale. Kuptohet. Tu nxënësi se shofin dot kompjuterin. Tani është ora gati 1:30, ikën nxënësit tani, nxënësit pastaj shkollën. S'ka pastrues. Mësuesi me nxënës, s'ka çfarë. S'ka pagesë. Nuk ka pagesë. Ore miqi keni shkollën se ke ka. Detyrojmë mësuesit bashkë me nxënësit dhe pastaj shkollën. Kuptoj. 2025 pastaj mësuesit, pastaj nxënësit. Nxënësi ka nga shumë nga fëmijët që dalin edhe pa mëngjes. Është rrezik marrë në një infrakt, në një shumë shqipër për ushqim.
Po nga se vjen kjo, nga varfëria, nga se vjen kjo? Vjen, kuptohet edhe varfëria, po edhe këtë duhet ta ketë bashkia. 3 herë kam qenë bashki për një diçka. Për të pas Nuk marr përgjigje nga bashkia, s'plotësohet numri nxënësve. Tash kemi nga zonat me popullsinë më të mirë të nxënësve. A kuptoj. Dhe kemi mësuesi kemi të mirë. Është gjënat që kemi mësuesi kemi nga më të mirët. Son tash kontrolloj edhe shkollat e mesme si kanë. E kuptoj. Kanë edhe punë atje, por edhe këtu. Mësuesi kemi të shkollqysh. Paktën 80-90%. 80-90% i kemi shumë të mirë. Problemi është tash rruga, ujë pishëm, kush e ka me forcat e veta, me një fëmijë në Angli apo me një jashtet diku. Se s'ka ujësjellës tu? Nuk ka ujësjellës. Po si e bëni për ujë? Këtë mënyra. Se edhe ujë s'keni për të pirë? Këtë e kemi në mënyrë primitive, siç kemi mundur vetë. Po ku e merrni ujë? Pak për kuriozitet. Dikush ka patur një jashteti, dikush është futur kredi. Unë e kam bërë i parë, unë e kam bërë me kredi. Po çfarë ke bërë pus? Kam bërë pus me kredi. E sa të ka shku pusi? Ka vati 5 milionë gjysmë. Po që s'ka? Po që s'ka? Jo se është shumë serioze ky, ai që s'ka lekë valla. Si ta hapi? Do s'kisha pra, pikërisht pra. Do futesh, jam futur borxh. Po si kanë të njëjtin fat gjithë që të futen borxh. Se ku të futesh borxh do të kesh një burim tu afër nuk është se ka. Jo, ka burime, po s'ka ujësjellës. Nuk ka ujësjellës. S'ka. Pra rrugë jo, ujësjellës jo, kanal vaditës keni? Me i vadit total? Fare. Jo. Fare. Toka atje të përmbytur raketi? Kemi të gjithë. Lek e marr? Lek vinë. Nuk e marr lek. Do vinë. Ore, për çat ka shërby shteti ty në këto 35 vite? Po e lëm ato shtetin diktatorial. Tash në herë, dhurat nga shteti kam fëmijë invalid. Këtë dhurat kam nga shteti as dhurat tjetër. Tani fëmijë invalid, pse ndeti invalid? Mjekim i gabuar i Tiranës? I Tiranës, po. Unë kam 6 vjet që në gjyqje dhe vazhdoj akoma gjyqje. Ku te pediatria ku? Tek pediatria. Edhe mbeti fëmia invalid që i vogël që foshnja si? 3 vjet që ka qenë në spital. Edhe ishte në rregull kur shkoi? Fëmia ka qenë ditën e parë që ka qenë ecë vet. 3 ditë mbrapa më është paralizuar fëmia. Dhe kam 8 vjet që kam paralizuar shtëpinë. Çat merr. Nuk kam marr asnjë gjë më të vogël nga shteti për këtë fëmijë. Po kemp pa merr. Thjesht kam një kemp. Është detyruar se është kemp invalid i grupit parë. Po shoqërus? Shoqë ka edhe shoqërus. E ke edhe shoqërus. Po e ka. Ndihma tjera? Jo. Përveç kempi dhe shoqërus? Fare. Se duhet marri kateter ku diun çfarë marrin ato tjera. Nuk në një kategori ata i krijoi, i kam siguruar vetë nëpërmjet farmacive të Tiranës. Shumë e dhimbshme. Shumë e dhimbshme. Shpresoj që fjalët e tua t'i dëgjojë kryeministri, nëse kryeministri do ishte kaq afër. Çfarë do i thoje? Nëse keni ndjekur mbledhjen e kryeministrit në Kukës, jam i parë person që kam sharë publikisht. E ke sharë? Po, publikisht. Në qoftë se ka patur kamerë, kam sharë publikisht, kam qenë në distancë ashtë. E çfarë thaj? Çfarë ka qenë? Ka qenë dëshmitar që unë atje mos gabohem. Po, e çfarë thaj? E mbylli shartësi me shakara, edhe unë mbyll mbledhjen. Ne prisnim gjëra të tjera. Prisnim gjëra të tjera. Ore, foli kryeministri dha prioritet e veta. Se për ta sharë shkollaj, po. Ore, nuk përveç Zotit qiell nuk i prikem askujt. Për të drejtat, nuk të shkel, s'të pranoj këtë. Për të drejtat e mia nuk të qas. Pra ti po të erdhi Rama këtu nuk të aqasësh? Kush? Mor tjetë edhe baba im në vend të Ramës nuk është qas. Faleminderit. Faleminderit. Ju gjatë mirë, faleminderit juve. Ka ik besimi, ka ik çdo gjë. Babe do na thuash dy fjalë? Sa vjeç je bab? 82. Edhe 100. Mbash të 100? Faleminderit, po s'duan gjë, se jam më shumë, kalon takati. Por derisa ke këmbë duar, thot populli. Faleminderit Zotit, ju faleminderit. Si po e çon jetën shot? Zotin s'di me fol shumë, por jetë, si thon ana, jetë e drishkme. E ndryshme. Sot, e ndryshme. E ndryshme, po pra si ndryshme. Po pse, më ba? Se ne shpresuam të demokracia. Kemi lind në qëtë vend si jemi sot, e unë e kam shpinën në marë në alta gjenë, surroj sipër. Po, më ka thënë që i ka vëndet bukra ati lartë fare. Ka vendet bukra bol, po me gjithë shkon atje me hajvan, vesh me shu. S'ka rrugë fare, ha? Ka rrugë, për rrugë makine jo, si kusht. Kërkun s'ka rrugë. Pra vetëm këmësor? Këmësor. Vjen në i turist andej?
Se më kanë thënë që vinë turistë kështu që vinë në këmbë. Kalojnë, na bëjnë temë kanë herë, a ju e shojnë tërma, Po? edhe kthehen, kur gjanë kërkuj. Ju nuk është se keni në i përfitim. Ajo e turistave, mu më shkon menja se mos inshallah e shofin terenin me sy, Po? edhe bëjnë diçka në ato, për shembull se për njerëzimin, jo për Po se një video, një reklam. Një reklam, një pamje të bukur, një rrugë të bukur, po këto se ekzistojnë të na. Keni mbetur. Për ta po thamo se kemi bën një jetë me ndryshk. Nëse heqim një paralele me para viteve 90. Qish me thonë unë, ne demokracinë e kemi desh këtë, edhe e du. Por me sa kushte, sikur si mi të kënaqem me të thënë drejtën. Se diçka do ndryshue, diçka do bëhen se jemi drejt përmirësimit, jo humjes. Do a qëtë të folën në shokë para meje. Hekru një kelli a shkullë tonë në vend të mamzit, edhe në surrojnë altë, e ka mos, lekë që këmë që të tonë, rrugas në rishet. Kja me të plasë zemra. Ati dhnojnë, të thashdojnë në trunë të veprime kështu. Ku që ka, duj me folë. Faleminderit. Mirë është për udhëheqjen që kemi, për kryetarën e bashkisë, kryetarën e të gjitha, të shojnë sytë njerë ka nëmërë. Për që t'i shojnë duhet vinë, a kanë ardhur njëherë këtu këty? Apo vinë edhe... Folën shokë ma për para vinë, edhe folin që ato lafes që ju interesojnë ato e në shkojnë punë vetë. Nuk japin llogari që su bën rruga? Po jo, mos u bën njerëm. Mos u bën. Faleminderit. E folmja me po rrugën, që kja e folmja. Ta thush me plot goje. Rruga është perspektivë. Atje, ke kamera. E folmja me po rrugën, rruga perspektivë, është zhvillim, ekonomi, gjitha të sendi ka rruga. Po i drejtojsh kryeministrit, çfarë do i thonë? Pri rrugës janë të ikë gjithë banorët. A du shvendos veni, do shpopullu veni. Kene me të plak e plak, tu s'mu për dit, këtë sendi. Po si ja bën për shkuar në spital, me këtë rrugë? Me kalë, me komar. Aty ka përfundu prapë si dikur... Shkesha po, mish, ka shkuar. Ore me këto dritat si jeni ju? Dritat, valla, po dritat mija ka qenë. Jeni rregulluar? Po dritat mija. Rëndësi ka që... Shpres muem me në po rrugën. Faleminderit. Të nderuar miq, këto ishin mesazhet nga fshati Mamës. E thash dhe një herë, është një fshat perl për të bërë bujtina. Ajri pastër, natyrë, por ne diskutojmë rrugën. Rrugë, ujë vaditës nuk ka. Dhe çështja është se toka ka pasuri nëntoksore. Këto s'po i diskutojmë fare sepse legët kanë ikur, thonë banorët, 70 milion euro kanë dalë nga kjo nën tokë dhe nuk kanë lënë asnjë gjurmë mbi tokë. Banorët e thanë troç që në qoftë se edhe në këtë vit që vjen në 2026 nuk do të arrijet të bëhet rruga, do të ketë për shkallëzim të qëndrimeve tyre, me bllokim rruge, bllokim bashkie, e tjera. Anim për të mos vajtur puna te konfliktet, i mbetet kryeministrit që të vërë pikat mbi përderisa e ka quajtur të zonë prioritare. Emisioni i radhës do të jetë në një tjetër zonë të Shqipërisë. Ne do të shkojmë kudo. Emisioni Fol shkon kudo ku ka njerëz të ndershëm. Njerëz që duan këtë vend dhe që duan të jetojnë në Shqipëri dhe të mos ikin. Deri atëherë miqtë e mi, nga unë Erion Skëndaj, kalofshi sa më mirë.